Histori shumë të bukur, e cila ka një domethënie të madhe në të njëjtën kohë. Të gjithë ne kemi dëgjuar për Egjiptin, nuk ka asnjë njeri që mos ke dëgjuar për Egjiptin. Jo Egjiptin e këtyre ditëve, por Egjiptin në përgjithësi. Para disa vjetësh, një njeri shumë i pasur, dhe Allahu subhanahu wa taala njerëzit në këtë botë i ka krijuar të tillë, dikush i pasur, dikush mesatar dhe dikush i vargur. Njëri i pasur, një ditë prej ditës sëmure si gjithë njerëzit e tjerë. Edhe se është i pasur, edhe se ka pasuri, edhe se ka mbretëri, edhe se i ka gjithë të mirat e kësaj dynjaje, ai sërish do të sëmure. Dhe ne po e shikojmë që njerëzit që kanë më tepër probleme në aktualitetin që jetojmë janë njerëzit e pasur. Dhe këti njeriu, të cilin Allahu subhanahu wa taala e sprovoi, nuk shkoi të mjekohej në Egjipt, por shkoi dhe kërkoi të mjekohej në Angli. Pasi bëri vizitat e duhura, pasi e analizuan të gjithë veprimtarinë e trupit tij, apo pasi analizuan trupin e tij, ata i thanë ke një problem në zemër. Njëra prej valvura nuk punon rregull dhe mund bëhet një operacion i cili nuk ka mundësi, ndoshta 50% jeton dhe 50% nuk jeton. Atëherë i thanë ta mjekët e specializuar, të cilët këti mjeku nga Egjipti që kishte ardhur me avion personal në Angli për të shëruar, i thonë shko në familjen tënde në Egjipt, pra ktheu në Egjipt, vizitoj të gjitha afërmit e tu, lën pasurinë apo lën lamtumirën tënde, apo ndaj të gjitha amanetet që ke në këtë botë, se ndoshta jeton apo nuk jeton. Në këtë moment ky njeri kthehet sërish në Egjipt. Dhe me sa mbaj mendon, kjo histori ka ndodhur në Aleksandri. Ky njeri fillon t'i shikoj të gjithë miqtë e tij, ku i kishte dhe ku nuk i kishte. Dhe një ditë prej ditësh, pasi e kishte mbaruar të gjithë historinë e tij, dhe ju dhe ne e dim tashmë të gjithë se si reagon familja jon kur ne jemi sëmur thjesht, jo më në një koncept që ne mendohet se mund të largohemi përfundimisht nga kjo dynja. Me keqardhje të madhe i bënin të gjitha shërbimet e duhura, një pasanik shumë i madh, me vila dhe me pasuri të pambarueshme në jetën e kësaj dynjaje. Një ditë prej ditësh që kujtohet një shoku i tij i hershëm i shkollës së mesme apo shkollës fillore. Dhe thot, me që i mbarova të gjithë shokët e mi, po shkoj të jap këtij lamtumir. Dhe duke qëndruar në kafe, në një lokal që po pinin kafe, dhe ky po i qante hallin e tij, do me njëri shumë i pasur, njëri i cili kishte famë të madhe në Egjipt, erdhi në një lloj pozite të vështirë që ra shumë poshtë moralisht. Dhe ai, duke qëndruar me shokun e tij, duke biseduar, u hutua me sytë e tij drejt dritares. Shoku i vet e vërejti se diçka nuk ishte normal me shokun e tij. Përballë lokalit ishte një kasap. I thonë jo kasap. Ishte një kasap i cili therte mish, ja shiste njerëzve, si të gjithë të tjerët. Mirë po, ajo që e shqetësoi apo ja tërhoqi vëmendjen, ishte një grua plak, një grua e varfër, një grua e cila mblidhte kockat dhe lëkurat që i hidhte kasapi për t'i hedhur në plera. U ngrit bashkë me shokun, tha, shkojmë ta shikojmë se e ka hallin ajo plakë. Shkojnë aty dhe i thonë, oj nën, imagjinoni njëri i rangut lartë, nga që kishte rënë shumë poshtë moralisht, ai arrin që shkoi të interesohet për një njeri të varfër që i kishte parë në ditët e tij pa pushim, çdo ditë në Egjipt. Shkon dhe thot, si e ke hallin? Pse mbledh të lloj kockash ose ton betorinash? Thot, nëna ka shumë fëmijë në shtëpinë e saj dhe burri më ka vdekur, jetimët duan të hajnë dhe kërkojnë mish. Unë nuk kam para që t'i blej atyre mish. Nuk kam para që t'i ngop ata si që duhet t'i ngop. Pastaj vi çdo ditë këtu dhe mbledh ton betorinat, i zi dhe ata nin apo ndjejnë aromën e mishit dhe fillojnë të kënaqen që do të hajnë mish, po faktikisht
ata nuk kanë mish vetëm kocka dhe i ndyrë të ngjashëm me të. Ky njeri preket. Preket natyrisht sepse ai ka hënë aso shyrë në jetën e tij me shumë bollëk dhe ushqime shumë më të mira ndoshta se sa mishi që vetë kasapi po e therte i ka hedhur tej në plera. E shikonte një grua të varfër e cila po mblidhte një ushqim e cila nuk ishte e konsiderueshme. Dhe i thot, unë do t'jap për çdo ditë 1 kile mish. Dhe i thot kasapit, kjo grua kur të vi këtu çdo ditë do t'japësh 1 kile mish. Pasi e pyet thot, sa të mjafton për fëmijë tu? I thot 1 kile mish. Ai thot, në një vit të tërë, 365 ditë kjo grua do të vit marrë mish tuk e ti. Çdo ditë 1 kile. Ai do shumë thot, është shumë 1 kile çdo ditë, po një të paktën një herë në javë është e mjaftueshme për mua. Ai e parë dhe thot, një vit kjo grua do të vi këtu, do të marrë mish. Në moment që kjo grua dhe kushdo nga njerëzit e varfër ose njerëzit që kanë qenë hall dhe kur i sillet diçka e kanë ndjerë dhe përjetuar situatën kur i sillet diçka. Fillon dhe lutet pa pushim, o Zoti i Madh, ti njeriu i cili më erdhi mua në këtë lloj momenti hapja rrugët e jetës. A kishte nevojë ky njeri që t'ju hapshim rrugët e jetës? I kishte zgjidhura. O Zot, ti njeriu që më ndihmoi sot shtoj pasurinë. Ai s'kishte nevojë për pasuri. O Zot, ti njeriu i cili sot në këtë ditë më ndihmoi dhe për një vit më ka sjell ose os bësh sebeb që të kem ushqim për fëmijët e mi, ruaja nga gjithë smundjet dhe belat. Dhe vazhdon kjo grua të lutet pa pushim dhe në këtë moment e ky filloi të ndjehej më mirë shpirtërisht. Largohen në rrugën e tyre pasi e paguajtën kasapin dhe shoku i thot, po shikoj që e ndryshove fytyrën tënde, dukesh më mirë. Thot, e ndjej veten se kam bërë një vepër të mirë sot. Mas kaq vitesh që kam jetuar, sot e bëra një vepër të mirë. Pastaj shkon në shtëpi, e takon vajzën, thot, baba, je ndryshe, çka ndodhur me ty, je në formë. Ai thot, thjesht kam bërë një bamirësi të madhe sot dhe ndoshta jam i lirë shpirtërisht, më në fund kam bërë dhe unë bamirësi. Ndahet, përmallohet me familjen e tij, niset me avion, shkon në Angli. Në ato momente kur e fusin doktorët, ky i pikëlluar natyrisht sepse do të operohej dhe s'di operimi i tij, e kontrollojnë me të gjitha format dhe doktorët i thonë ti nuk je ai që ke qenë para jave. I thonë ti nuk je ai që ke qenë përpara jave, është dikush tjetër. Dhe ky pastaj çfarë i thotë? Unë jam ai që kam qenë dhe askush nuk mund të zëvendësoj mua. E dini vëllezër të nderuar, pas duas që bëri kjo grua, Allahu subhanahu wa taala e urdhroi zemrën, siç na e urdhroi që ne në mitrën e nënës krijohemi, e urdhroi zemrën që të punojë ashtu siç don Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllezër të nderuar, ne kemi harruar të drejtohemi krijuesit gjithësisë. Ne kemi harruar të bëjmë sebepet të cilat na i sillen hallet dhe problemet tona. Ne kemi harruar dhe neglizhojmë të ngremduar drejt qiellit dhe pa pushim të lutemi krijuesit tonë. Ne kemi harruar shumë gjëra dhe jemi mjaftuar vetëm me një falje të thjeshtë namazit e cila në një pjesë të mirë ka kaluar në